Kalaja e Elbasanit me një histori 2000 vjeçare, klasifikohet jo vetëm si kalaja më e madhe fushore në territorin shqiptar, por edhe ndër më të rëndësishmet në rajonin e Ballkanit, megjithatë realiteti që kjo kala ofron sot është larg potencialit të saj, ndryshe nga monumentet të ngjashme kalaja e Elbasanit nuk ka arritur të shndrohet në një magnet për bizneset, të cilat aktualisht numërohen me gishtat e dorës. Zgjidhja shihet tek rivitalizimi plot i këtij objekti të kategorisë së parë, i cili pritet të sjellë zhvillim dhe të rrisë ndjeshëm fluksin e turistëve. Kryetari i Bashkisë së Elbasanit Gledian Llatja bën me dije se projekti ndodhet në fazën përmbyllëse të artimit dhe se gjatë muajit maj do të zhvillohet konsultimi par publik me grupet e interesit, veçanërisht me banorët e zonës. Në fakt, kalaja e Elbasanit është një nga ato perlat tona, jo vetëm kulturore, jo vetëm trashëgimisë tonë kulturore, por edhe turistike. Në fakt, kemi nisur një projekt, kemi disa muaj që kemi nisur një projekt për rivitalizimin e kalas, një projekt në bashkëpunim me ADF-n, pikërisht për hartimin e projektit të detajuar të rrugëve kryesore të kalas të Elbasanit, ashtu siç është Via Ignatia, por edhe të disa zonave kryesore që ne i kemi në kalan e Elbasanit. Qëllimi është pikërisht rivitalizimi i tij. Kuptohet, ne kemi pasur shumë problematika në këtë zonë, sidomos mbas viteve 90, ku edhe kaosi urban, ashtu siç ka pasur gjithë Shqipëria, ka pasur dhe kjo lagje, e cila ka qenë gjatë gjithë kohës së populluar me të njëjtin numër banorësh. Po presim, jemi në fazën fundore të hartimit të projektit, i cili shumë shpejt do të ketë dhe konsultimin e parë publik. Ne jemi njohur në grupet të ngushta me arkitektët tanë, me pjesën e grupit të punës që punon për Bashkinë e Elbasanit. Kemi bërë patjetër edhe ne korrigjimet, vërejtjet tona, diçka që duhet të përmirësojmë dhe presim që rreth muajit maj ta bëjmë edhe konsultimin e parë publik për projektin i cili do të implementohet në kalan e Elbasanit, që për të thënë vërtetën është një nga projektet më të mëdha zhvillimore të Elbasanit. Rivitalizimi plot i kalas pritet të zgjerojë ofertën turistike të qytetit, duke rritur kohëzgjatjen e qëndrimit të vizitorëve dhe duke i dhënë një impuls të ri zhvillimit të ekonomisë lokale. Jo vetëm pjesa e ekonomisë, pra restoranteve, lokaleve, dyqaneve të cilat do të hapen, e bujtinave apo edhe agroturizmeve të ndryshme të cilat do të ngrihen rreth kalas në qytetin e Elbasanit, por patjetër qendra do të jetë këtu, do të jetë kalaja e Elbasanit, do të jetë zhvillimi i cili merr ai vet. Ne kemi pas modele shumë të mira dhe kemi modele shumë të mira të bujtinave këtu dhe ato do zhvillohen në të gjithë kalan e Elbasanit. Do të ketë një model i cili në fakt e ndërlidh qytetin me kalan e Elbasanit. Pra nuk do të jetë vetëm koncepti i një zhvillimi që merr lagja kala, por do të jetë një ndërthurje e të gjithë ekonomisë tonë të qytetit, e turizmit me kalan. Elbasani ka një paketë të plotë në fakt turistike, ku kalaja është në qendër të tij. Dhe kur flasim për turizëm gjithvjetor dhe sidomos për 2 ose 3 ditë, ajo që ne duam të arrijmë me potencializimin e kalas, patjetër që nuk është vetëm kalaja e cila merr zhvillim, por edhe zonat e tjera turistike, ashtu siç ne kemi në fakt edhe atë Kuindumin Bradashesh, ashtu siç kemi Gjinarin, Funarin, ashtu siç kemi zonën e Treganit, një sër monumentesh natyre, kulture dhe arkeologjike në Elbasan, të cilat potencializohen me zhvillimin e kalas Elbasanit. Kalaja i ka fillesat në periudhën romake, në fund të shekullit të 3 të erës sonë, e ndërtuar fillimisht me formë katrore, pas dëmtimeve të pësuara ndër shekuj. Ajo u rindërtua gjatë periudhës osmane nga Sultan Mehmeti II.